Sistemi gjyqësor në Shqipëri përballet aktualisht me problematika të mëdha. Reforma në drejtësi ka sjellë një situatë të vështirë. Sipas kreut të dhomës së avokatisë Vlorë Durim Bajramaj, edhe procesi vetting ka krijuar një sër problematikash. Bajramaj thekson se megjithëse vettingu ishte një proces i domosdoshëm, mënyra e zbatimit të tij ka qenë krejtësisht e gabuar, duke çuar sistemin drejt një lloj kolapsi. Si pasojë, gjykatat dhe prokurorit hasën në vështirësi për shkak të numrit të ulët të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Nga ana tjetër, sipas Bajramait, hapja e dyerve të shkollës së magjistraturës ka sjellë një tjetër sfidë me të cilën përballet sistemi gjyqësor në vend. Sistemi gjyqësor vim pas një reforme të bërë reformës gjyqësore, si në hartën gjyqësore që sapo e thash, por edhe në procesin e vettingut. Për mua ishte domosdoshme të bësh vettingu në sistemin gjyqësor shqiptar. Por rruga se si u bë dhe mënyra se si u bë e çoi drejtësinë drejt një kolapsi. Pra mënyra se si u larguan gjyqtarët dhe prokurorët në mënyrë të menjëhershme, duke i zbrazur si gjykatat e prokurorit, duke lënë gjykatat, arritën gjykatat që kishin dhe nga 2-3 gjyqtarë, nga 16, nga 17 që ishte organika e Vlorës, përfundoi me 4 gjyqtarë. Dhe pastaj çfarë bën, duke qenë në kushtet e emergjencës, hapën dyert e shkollës magjistraturës. Mos harroni që shkolla e magjistraturës para disa vitesh, aq është kapaciteti i saj, aq është organika e saj dhe pedagogët e saj për të krijuar dhe për të nxjerrë çdo vit të paktën deri në 10-12 magjistrat. Këta çfarë bën? Hapën shkollën e magjistraturës, futën nga 70-80 magjistrat të rinj dhe niveli i magjistratëve sot, për të qenë të sinqert, lë shumë për të dëshiruar. Unë nuk e di se sa kohë do të marri kjo për të arritur në atë shkallë profesionale që kërkon cilësia dhe sistemi i drejtësisë, por mos harroni që gjithë kjo kohë që ata duhet të mësojnë, është një kohë e humbur dhe është një mohim i aksesit në drejtësi dhe i vendimeve të drejta për qytetarit shqiptar. Dhoma e avokatisë në Vlorë vjen përpjekjet për të përmirësuar situatën, ndërsa Bajramaj nënvizon se ajo mbetet e ndërlikuar dhe mjaft problematike.